U diskutu shumë lista e LDK-s gjatë zgjedhjeve në fakt. Shumica kanë thonë, disa njerëz të çështjeve politike kanë dalë me deklarata që pse një parti institucionale, çush është LDK, heq nga lista disa figura të rëndësishme të LDK-s për me ja bo qefin vetëvendosjes. Nuk besoj që duhet me lexu, po pyetja juaj shtrohet nga ajo që ju ndërtoni perceptimin edhe të publikut që mund të jetë. Po, e na jemi këtu me sqaru. Nuk ka, LDK-ja ka kalu një proces reformës politike, që është strukturore në fakt, thellë për nuk është politike. Ne në ideologji, kur gjos kemi ndryshuar. Por në reformën që e ka godit LDK-n, nuk ka ardhë si nevoje mrençme shumë, ka ardhë si goditje rezultatit keq. Nga kush? Rezultatit keq LDK-s në 2021. Po nuk është që jemi njëjtë edhe tash, jeni e treta. Da. Qëto reforma kanë pas efekt, po du me pyet, me qenë se jeni prapë treta. Është çështje tjetër, a kësa u mri efekti. Por në atë kohë po flasim për rezultat keq, i cili ka qenë 12%, i cili ka qenë rezultat dhe shuplak elektorale shumë e madhe, dhe kryetari i LDK-s ka ndërheqje. E ka lexuar dhe e ka marrë përgjegjësinë, ka ndërheqje, është largu, është ardhur zoti Elimir Abdixhiku, kryetari i LDK-s, i cili ka hyrë një reformë strukturore, që zakonisht reforma strukturore janë dëmshme sepse prekin njerëz. Por me qenë i ndershëm edhe me qenë politik korrekt, parimi i meritokracisë në LDK ka humbur vitin 2007. Dhe përpjekja për me rikthy parimin e meritokracisë në Kosovë ka qenë e jashtëzakonshme, dhe unë njëri për luftarëve kryesor të saj. S'po ndodh. Ko me luftu deri në fund me kthy parimin e meritokracisë, sepse aja është garantues i çdo kujt që bën karrierë në LDK. A ka brenda LDK-s kjo metodë, a ekziston ende? Nuk është, ju po gati për këtë. Me vetë faktin që në LDK, kjo, i thashtë, 2007-ës është thy. Jo tash, është thy në 2007-ën. Okej. Dhe nuk është kthy si parim kryesor, sepse kjo është njëra nga parimet që në parti politike si organizata, çfarë është LDK-ja do duhet me qenë parimi i parë, mandej parimi i dytë, se e deni vjen, nuk është vetëm merita si pjesë e angazhimit, sepse kur nuk ka merita, dhe çka ndodh? Hyn poltronizmi, servilizmi dhe rruga e shkurt në politikë. Dhe për me eliminu këto, do të me vendos parimin e meritës, e cile nuk mund të jetë. Në ndërsa është profesionalizmi, profesioni, përfacimi gjinor, përfacimi moshës, përfacimi grupeve të interesave, se dojnë me hi ambientalistat, dojnë me hi njerëz ka hynë Kosovë dhe çështja e fesë, religioni, dojnë njerëz me hy listë LDK si beson, sepse ne jemi parti e cila beson në familjen Zot, na e ushqejmë atë dhejon familjen dhe Zotin e majmë si atribute kryesore. Donë me hi me kontribu për mes LDK-s hynë, por na nuk tolerojmë islam politik për shembull. E rujmë Zotin në formën që besojmë që duhet me respektu në parime që shoqënia shqiptare ka kultivu. Mendoni që në momentin... Ani, kjo fazë, kur të prejken emnat bëhet e dhëmshme, se emni përveçshëm, natyrisht ka... Poviq, a ndikon edhe në rezultat kur prejken emnat dhe bëhet e dhëmshme? Konsideroni, e keni bo një analizë, saktë e keni bo, se keni diskutua dhe publikisht për analiza që keni bo brenda partisë. Si pas analizës t'juj, ka dalë që ndoshta dhe kur i keni prejk disa emra që nuk kanë qenë brenda në listë, normalisht që ka qenë e kushtueshme edhe për juve si parti? Me të drejtën, ma shumë ne jemi përballë me ato që LDK do të mu rinu, se sa... A është më e rëndësishme përvoja, apo diçka tjetër, se na po e marim, veç pak, përvojën politike mundemi me marrë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I kemi presidentet të cilët janë shumë në mosh, por e drejtojnë një shtet të fuqishëm që është Amerika. Tash, a është më rëndësishme me mbush partin me disa adoleshentë që nuk e din saktë se çka realisht është partia politike, nuk po i referohem as kujt, a është më rëndësishme me pas njerëz me përvojë brenda partisë politike? Gjo, LDK-ja i ka 3 gjenerata mrena saj, se ne jem 35 vjetë parti. Po. Tash, kjo vlerë, 35 vjetë i jem 3 gjenerata. Ta duhet me bashkjetu në punë,
Sepse edhe kur plakët shumë partia hun kuptimin, edhe kur radikalisht ndryshon e hu prap kuptimin. Po ju thajt jeni pro familje, se dhe në familje ndoshta më i vjetri vendos. Jo, është fa e rani, ne jem konservativ, të moderum kuptimin e jetës edhe të zhvillimit vend. Në mënyrën se si e shofmi ne, Republikën e Kosovës, ne trashëgojmë vlera të rrugovës, rrugovizmin, nuk e ka kuptimin tjetër pos dalim ndaj të tjereve, sepse ju edheni, përmend veç këtë element, çka dallon? Pse na shqiptarët kemi arrit mu dallu pej popëve slav në 90-tave, sepse Ibrahim Rugova dhe elita kulturore në atë kohë, që u bo politike, arritën me dallu pej tjerve, me thonë na nuk jena si ta, na jemi tjetër, edhe si etni, edhe si kultur, edhe si folës, edhe si orientim politik. Ku është paralelja me sot? është e njëjtë, ne dallojmë, mere tash bëne krahasimin me VV-n edhe me partitë e tjera, ne prap dallohemi. Por goditja që erdhe në vitin 2021 solli mundësin që kandidatura e Lumir Abdixhikut më bëhe besueshme, dhe edheni që Lumir Abdixhiku hynë në LDK me ftesë, lidershipit LDK-s në atë kohë, si deputet, ka fitu, besem shumë, por është hyrja e parë në LDK. Që në partit tradicionale, konservatore, nuk ndodhin këto. Por LDK e ka këtë vlerë, nuk është sepse nuk do të me qujtë ndryshë, është vlerë. Demokracia e mëreshme të na është të zhvillumë në tash, të na njëri që do me votu, le të votojnë hapën, nuk ka nevoj me apru kutin. Sepse nëse do me dalu, votën e dalon para ne, shtot, unë e kom vendos me votu dhe ne ndërtojmë tolerancë, ose i them mundet së mundet. Por na nuk kemi agjendë të shehur. Nuk dikon asgjë të deputeti i LDK-s nëse vendos me votu pak ma ndryshe se sa shumica. Lumir Abdixhiku i ka pyet gjithë. Çka mendoni? Si mendoni dhe ku e shihni veten? Dhe konsenzusi për këto hapa politik është i përbashkët. Nuk mundet me atribu një njeriut të të më pjestu. Lidershipi i partisë ka vendosur sipas vullnetit të deputetëve. Po pse për shembull? Tani kur jemi te kjo, te gjeneratat e LDK-s, bashkëjetesa politike, sepse ne kemi gjallë njerëz që në vlerat mëdha, janë të rekmi politikës, që në themelus LDK-s. Po. Unë tribus LDK-s, tash une, ade që kom pas për 20 vjetë karierës teme, për 35 vjetëve në LDK, unë 25 jem konë ma i riu në LDK. Po, zoti Aziri, po keni qenë që nga fillimi dhe ju e dini se sa keni vlerësimin e qytetarëve tonë, pa e cek, do më thonë, ju e dini peshën e ju i brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. E të njëjtën peshë janë edhe disa persona që më nuk janë aty, për këtë arsye pyeta, për shkak që njerëzit që ju kanë përkrahur që nga fillimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës dojnë me i pa çato dhe besoj që ke pa çat atmosferë që dojnë me i pa çato fytyra. Besoj që këtë kolegët e mi e perceptojnë, se nuk o leto me thonë, po me përjetu, ma fështirë, unë e kom përjetu dhe situatat tila. Vetëm si një proces politik. është një proces politik, është një epizod në këtë zhvillim dekadet që po ndodhë. është një epizod.